Zoran Mamdani, një ligjvënës 34 vjeçar, u zgjodh kryetar bashkie i qytetit të New Yorkut të martën, duke u bërë kryetari i parë musliman i qytetit dhe kryetari i parë i bashkisë nga Azia Jugore. Mamdani është gjithashtu kryetari më i ri i qytetit në më shumë se një shekull, duke shënuar një kthes të madhe për politikën amerikane. Ai ka origjinë nga Azia Jugore. Nëna e tij është indiane, ndërsa babai nga Uganda, vend ku edhe ai ka lindur. Karriera e tij politike nisi thjesht si një përfaqësues shtetëror i panjohur, por shumë shpejt ai fitoi vëmendje fal kraut progresiv të Partisë Demokratike, i mbështetur nga figura si Bernie Sanders dhe Alexandria Ocasio-Cortez. Edhe pse Barack Obama nuk e mbështeti zyrtarisht, Mamdani përfitoi nga fryma e re që kërkon ndryshim në radhët e demokratëve, duke fituar zgjedhjet përballë establishmentit tradicional. Fitoria e tij konsiderohet një moment historik për diversitetin dhe përfaqësimin politik në SBA, ndërsa shumë analistë e cilësojnë si fytyrën e re të Amerikës urbane dhe progresive. 34 vjeçari, i vetë shpallur socialist-demokrat, ishte relativisht i panjohur vetëm disa muaj më parë dhe arriti fitoren me premtime për taksuar milionerët për të paguar për programet e zgjeruara sociale. Në këtë moment errësire politike, New Yorku do të jetë drita, thot Mamdani në një fjalim fitoreje ku përshkruan politikat e tij, teksa sfidon presidentin Trump. Demokratët kanë arritur një fitore historike të trefisht në zgjedhjet kyçe në ditën e zgjedhjeve më 4 nëntor. Demokratët parashikohet të fitojnë garat për guvernator në Virginia dhe New Jersey. Gjithashtu, kalifornianët votuan për të ripërcaktuar zonat kongresive të shtetit në favor të Partisë Demokratike përpara zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Një ditë më parë, presidenti Trump kërcënoi se do të shkurtojë fondet federale të New Yorkut nëse Mamdani fiton ndaj kandidatit të pavarur Andrew Cuomo dhe republikanit Curtis Sliwa. Zgjedhjet u panë si testet e para të mëdha elektorale të presidencës së dytë të Donald Trump. Në një postim në rrjetet sociale, ai fajsoi humbjet e republikanëve për mbylljen e qeverisë dhe mungesën e tij në votim. Por, kush është Zoran Mamdani? I lindur në Kampala, Ugandë, më 18 tetor 1991, Zoran Kwame Mamdani u rrit në një mjedis intelektual dhe multikulturor. Babai i tij, Mahmud Mamdani, është një nga studiuesit më të njohur të politikës dhe kolonializimit në Afrikë, ndërsa nëna e tij, Mira Nair, është një regjizore me famë ndërkombëtare, filmave të tillë si Monsoon Wedding dhe The Namesake. Familja u zhvendos fillimisht në Afrikën e Jugut dhe më pas në New York, ku Zoran rriti në moshën 7 vjeçare. Pasi u diplomua me një diplomë në studime afrikane nga kolegji Bowdoin në Maine, ai punoi në punë sociale si këshilltar strehimi, një përvojë që ndikoi thellësisht në pikpamjen e tij politike.